Sot në Tempullin e Dijes, sikur quhet, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, kemi kënaqësinë që të mbajmë një legjeratë mbi librin e parë, mbi monumentin e kulturës shqiptare, sikur quhet, para së gjithë asaj shkrimore, librin Mesharit të Gjon Buzukut, në të cilin do të paraqesim disa prej gjetjeve themelore, të cilat ne I kemi arritur gjatë ulëmtimit mbi 2 vjeçar, të cilin e kemi zhvilluar në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit dhe më pas në arkivat e Napolit, Romës, Venedikut dhe në disa prej bibliotekave në të cilat na ka quar, si të themi, harta kartografike dhe tradita tipografike e kohës së botimit të Mesharit. Është një nder I veçantë, është një kënaqësi e madhe, por në të njëjtën kohë besoj të jetë edhe një kontribut modest për t'i quar përpara studimet albanologjike, para së gjithashtu studimet mbi këtë vepër monumentale shqipe.